Sezoni vjeljes së ullirit ka nisur me përgjysmimin e rendimentit në kurjen të Roskovecit, zonë e njohur për kultivimin e kësaj kulture. Shkak duket se është bërë moti i papërshtatshëm në stinën e pranverës, që sipas kultivuesve të ullirit dëmtoi pemët në kohën që lulzonin por dhe thatësira e zgjatur. Astrita Bedina i ka 700 rënj ulliri dhe këtë vit parashikon gjysmën e prodhimit krahasuar me një vit më parë. Vitin e kaluar prodhova 230 kuintal ullinj, thot kultivuesi prej 2 dekadash, ndërsa këtë sezon nuk do mund të marr as gjysmën, ndërsa thekson se është i vetmi fermer në zonë që përdor plera kimik. Kam prej 20 vjetësh që merrem me ullinj. Por si vjet ulliri është i dobët. Unë e krahasoj me vjet, me par vjet. Arsyet nuk e di. Nuk e di kushtet klimatike, temperaturë lartë në behara, por si vjet nuk ka shumë rendimente. Në krahasim me vjet, si vjet është 50% për mos edhe 70. Ne jemi në fshat që të gjitha tokat i kemi ber ullinj. Por si vjet është vështirë. 2-3 veta mund të jemi në fshat që bëjmë pak ullinj, të tjerë nuk kanë. Sa arrini ju? Unë vjet bëra 230 kuintal ullinj, 23 ton, 35 kuintal vaj. Si vjet jam të gjysmat. Tani, kur themi 2-3 veta, fshati si vjet, me ullinj që ka nuk jeton dot. Ndërkohë ju subvencionoheni nga shteti? Unë jam me fermë organike. Të gjithë ullinjt unë i mbaj vetëm me ple organik. Krahasimi me të tjerët është shumë lartë. Sepse unë nuk u hedh ple kimik. Dhe nga jo nuk kam vuajtur asnjë vit për çitë vaj. Po të bëhen analizat e vajt, vaj im krahasim me të tjerët dallon. Ndërsa kultivuesit Namik Safedini dhe Aje Duraj thonë se rënja e ndjeshme e prodhimit të këtij viti do të dëmtojë rënd ekonominë familjare, pasi nuk kanë burim tjetër të ardhurash. Madje nuk do mund të përpunojnë vaj as për nevojat e tyre. Ata ankohen dhe për cilësinë e dobët të plerave kimike që vijnë nga jashtë. Shumë dobët. Ca ranshirat, po ranshirat më të në maj rëzonë në lulet. Në lulet. E thatësira ndikojnë pasandej gjatë beharit, edhe ato kokra që mbajtën të tëra e rëzonë. Vjet sa prodhim patët dhe sa prisni si vjet? Vjet në rreth 200 ullinj, pata mbi 40 kuintal ullinj. Po si vjet? Si s'pa të tërë. Kurse si vjet, kur t'i bëj 2-3 kuintal, them që i bëra. Unë kam 300 drurë që janë prodhim. Dhe nuk bëj dot vajin tim si vjet. Po kostot e prodhimit? Kosto prodhimit atë ulliri ka shumë kosto. Dhe se ai do frezën, ai do plen, ai do plen organik. Neve edhe ai ple ulliri që na vjen, ai është vetëm gur. Shteti të kontrolloj plerat që vijnë nga jashtë, që është prej saktë apo është ple gur. Ndërsa çmimi përfundimtar i shitjes së vajit nuk është përcaktuar ende, këtë sezon parashikohet 800 lekë për kilogram, por në mungesë të prodhimit nuk mund t'i gëzojmë këtij çmimi të leverdisshëm, thon kultivuesit.